Kur kanë mbetur edhe pak ditë nga ndeshja me Shqipërisë dhe Anglisë, e para në kualifikuesit e botërorit, zhvillimet të fundit po vinë nga kambi kuqezi. Në fillim u mendua se Shqipëria nuk do të kishte asnjë ndryshim në listë, pra nuk do të kishim risi, pasi Silvinho i ka frikë eksperimentet në këtë fazë të karrierës së tij tek kombëtarja, por me sa duket, është krejtësisht e kundërta. Silvinho është i hapur për emrat e rinj të kuqezinjve. Në mediat shqiptare ka qarkulluar sot lajmi se Shqipëria ka marrë kapitenin e Kosovës U21, Etnik Bruti, 20 vjeçari, është pjesë e Madlishevës dhe konsiderohet si një talent i madh i së ardhmes. Te Kosova kanë mbajtur këtë futbollist të shpresat dhe nuk e kishin grumbulluar asnjëherë më parë në përfaqësuesen A, po sipas këtyre zërave, trajneri kombëtares tonë ka ftuar Brutin për 2 ndeshjet e marsit dhe ky i fundit e ka pranuar ftesën. Bruti po pret që të pajiset me pasaportën shqiptare për të qenë i gatshëm në dokumentacion, në mënyrë që të luajë kundër Anglisë. Por e gjitha kjo ngjarje ishte shumë e papritur për Federatën e Futbollit të Kosovës, duke parë si një yll të madh lojtarin e Malishevës. Gazetari Erlin Sadiku ka raportuar se te Federata e Futbollit të Kosovës po bën gjithçka për të bindur lojtarin që të ndryshojë mendje. Megjithatë, ky mision është shumë i vështirë dhe më gjas 21 vjeçari do t'i bashkohet Shqipërisë në të ardhmen, nëse te Kosova nuk i gjejnë pikën e dobët mes foshorit që të lërë ngjyrat kuqezi. Ndërkohë se i përket kombëtares, një lëvizje e tillë ka një shpjegim. Shqipëria po vuan pikërisht në mesfush, atje ku nuk kemi shumë alternativa, me Ramadanin që ka një rënje të madhe të nivelit, me Kedi Baren që ka hasur dëmtime të shpeshta, me Medon Berishën që është ende i ri dhe ka ende shumë kohë përpara, ndërsa të vetmit të paprekshëm janë Qazim Laçi dhe Kristian Aslani, por edhe ky i fundit ka minuta të reduktuara. Duke parë se Bruti luan pikërisht në qendër të mesfushës, do të ishte një zgjidhje ideale për radhët tona, nëse rezulton një goditje e madhe për ne. 21 vjeçari ka shumë pika të forta në stilin e lojës së tij, sa i përket elegancës, pasimit të fundit, krijimit të rasteve të pastra dhe topave të futura pas shpinës së mbrojtësve kundërshtar. Gjithashtu është jo pak efektiv në tempin e madh që i jep ndeshjes. Në fund, mund të thuhet se me një lëvizje të tillë do të fitojmë akoma edhe më shumë kreativitet në mesfushën e kombëtares.